Rikthehet Diddy Scandal Ship me mat fundit. Where you from? Where that at? Gjykimi I Diddyt ka nisë dhe veç 3 ditë kanë mjaftu me u qel krejt letrat. E nëse keni harrup se Diddy është në burg, është se ai është arrestu në shtatorin e kalum edhe po përballet me akuza që përfshin organizim kriminal, trafikim seksual edhe transport për me kry prostitucion. Po e analizojnë në pikat shkurta këto 3 ditë tu tregu për secilën ditë se çka u folet, çka pritet me ndodh. Dita e parë, fillimi. Diddy shfaqet në gjykatë për akuza të rënda e besa kryesore si trafikim seksual edhe rrjet kriminal. Po kush është dëshmitari I parë? Një menaxher I hotelit që tregon që e ka pa Diddy duke e rra Kesin në vitin 2016, edhe ka video të cilat janë shfaqur në gjykatë, po muni me I pa edhe këtu. E pastaj, del një mashkull eskort që thot se Diddy e ka pagu për me bo seks me Kesin, ndërsa ai e ka shiku. E ta shpedi mirë pse Kanye hala e mbështet Diddyn. Dita 2, Kesi Ventura dëshmon. Ventura ka qenë në lidhje afatgjate me Diddyn që është prej vitit 2007 deri në vitin 2018, e ku ajo thot që Diddy I ka kontrollu çdo hap. Për herë të parë prezantohet termi freak offs nga dikush që ka qenë pjesë e këtyre festave, festat seksit me droga dhe me eskorta meshkuj të organizuara dhe të filmuara nga vet Diddy. E krejt ngjarja merr kohje edhe Madzez kur ajo thot se Diddy e ka përdhunu vitin 2018 edhe ka shantazhu me video intime ku në sall ishte edhe tash burri Kesi Ventura, Alex Fine. E rrahja e vitit 2016, ajo ka përfundu me operacione plastike pas asaj rrahje. Dita e tretë, heshtja e ka plën sallën. Më në fund dyshimet shuhen, edhe në gjykatë tregohen fotografi nga freak offs, edhe Diddy përkullet mbi avokatin për me I pa. Si mos me I pa ma herët. Dhuna mes çiftit Kesi dhe Diddy sipas infove po daton shumë më herët. Ajo po tregon për një rast tjetër dhunë në vitin 2013 kur ai ja ka shoh vetllën e është dasht qepje. Cassie, why Diddy didn't want to walk with you, girl? E çka bën edhe ma toksike lidhjen e tyre është momenti kur Cassie zbulon se Diddy e ka kërcënu se do ta hedh në erë veturën e Kid Cudit pasi mësoj që po fliste me të, duke I vërtetu krejt aludimet që I kena pas muaj më herët. E për me mbyll kapitullin e lidhjes mes Diddyt dhe Cassit në vitin 2018, ajo thot se Diddy e përdhunoi përsëri për herë të fundit. E miq, kjo është veç java e parë. Tash fillojnë pyetjet nga avokatët e Diddyt për Kesin. E gjykimi vetë sa po bëhet zi e ma zi, qysh thot edhe Malmaliqi. Po nëse dën me I ditë krejt detajet e këtij rasti, bëja follow Urban FM në krejt platforma sociale edhe subscribe në YouTube sepse qysh po shihet ky është veç fillimi.